Dy raste tragjike ndodhen sot. Një 19 vjeçar humb jetën në aksident. Një burr nga Kosova u vra me shkop bejsbolli. Dy raste që tronditën vendin tonë kanë ndodhur së fundmi. Një 19 vjeçar nga Malisheva ka humbur jetën tragjikisht në një aksident trafiku në Gjermani. Siç raportojnë mediat, bëhet fjalë për Linar Krasniqin nga fshati Drënac i Malishevës. Ai kishte lindur në Gjermani dhe jetonte me prindrit. Një familje që ishte larguar nga Kosova për të ndërtuar një jetë më të mirë, por që sot po përjetojnë dhimbjen më të madhe. Një burr 50 vjeçar nga Kosova u vra brutalisht me shkop bejsbolli të dielën në Francë. Incidenti ndodhi rreth orës 1:30 të 9 nëntorit. Sipas policisë franceze, viktima u godit në fytyrë nga një ose më shumë persona, të cilat më pas ikën me këmbë nga vendi i ngjarjes. Sipas raportimeve të mediave në Francë, burri rreth të 50-tave u dërgua në spital para se të ndëronte jetë si pasojë e plagëve të marra. Autoritetet franceze kanë hapur hetime për vrasje, ndërsa detajet mbeten ende të paqarta. E për më shumë informacione dhe detaje të reja, ndiqni paqen e Infokusit www.gazetainfocus.com.